Klubi futbollistik Arsimi nga Çegrani ka arritur një fitore të pastër ndaj Osogovës nga Koçani, si Nikoqir Verdezin të korën fitore me rezultat 3-1. Arsimi arriti t'i dominojë të dyja pjesën, ndërsa të gjitha golat u shënuan në gjysmën e dytë. Golin avantazhit Arsimi e shënoi nëpërmjet Albin Ramadanit në minutën e 10 të pjesës së dytë, ndërsa vetëm 8 minuta më vonë erdhi goli i dytë i Ramadanit. Goli i tretë erdhi në minutën e 75 të ndeshjes nëpërmjet Besart Rexhepit. Skuadra kundërshtare golin e vetëm e shënoi në minutën e 78. Trajneri i klubit futbollistik Arsimi, Vildan Saliu, u shpreh i kënaqur nga loja dhe angazhimi të gjithë lojtarëve pa dallim. Gjithë lojtarët dhanë maksimumin, e morëm seriozisht këndeshje, qasja e serioze, por shkak se edhe ambicjet që i kemi. Sigurisht jemi shumë të kënaqur me angazhimin, disiplinën dhe seriozitetin që tregon të gjithë lojtarët tonë, dhe rezultati tregon një gjë të tillë, më thonë një fitore 3-1 pastër. Kështu që dal nga dale ne jemi duke arrit qëllimin tonë të cilin ne kemi planifikuar që në fillim. Tash ne nuk bëjmë hapa para, por do vlerësojmë çdo ndeshje pas ndeshje, kështu që do japim maksimumin në çdo ndeshje që t'i arrijmë objektivat e klubit tonë që janë të kapim vendin i cili na dërgon në play-off, por edhe nëse në partitë mundësia edhe vendi i dytë ose i pari. Sepse jemi aty me të gjitha ekipet konkurruese, tash edhe pas rezultateve edhe ato janë duke bërë një kiks ose një gabim, ne jemi aty pranë, kështu që do ta shfrytëzojmë çdo hapësirë dhe çdo mundësi që na paraqitet. Kjo fitore e Arsimit ishte e pesta me radhë. Trajneri Saliu thekson se çdo ndeshje merret me shumë seriozitet, sikurse të ishte një finale. Sfidën e radhës Arsimi e ka me ekipin e Skopjes në autokomand të Shkupit. Ne si çdo ndeshje do t'i qasim me serioz. Na pret një ndeshje shumë e vështirë me Skopje në autokomand, një ekip shumë stabile, shumë solide, e cila në vendin e vet lun jashtëzakonisht bukur, por besoj mjaftueshëm në aftësitë e ekipit, domethënë edhe gjendja sportive është në nivel shumë të lartë. Kjo ka ndikuar edhe për shkak të rezultateve. Kjo është fitoria e 5 me radhë, e një pasnjëshme që nuk është e lehtë në ligën e dytë, për shkak kushteve terrene, dhe ne nuk mund ta japish atë të cilën e planifikon, por ne me shumë të kënaqur thash me gjithë angazhimin e lojtarëve, të gjithë janë profesionistë shumë të vërtet, të gjithë kanë dëshmuar sepse duan këtë klub dhe besoj se në fund Arsimi do jetë një ligë më lart. Klubi futbollistik Arsimi ndodhet mes 3 skuadrave më të mira në ligën e dytë të futbollit vendor dhe shpreson nga sezoni i ardhshëm të ngjitur në elitën e futbollit. Ndryshe, përballja sotme mes Arsimit dhe Osogovës erdhi në kuadër të Gjirës së 23 të ligës së dytë futbollistike të Maqedonisë, ndërsa ndeshja u zhvillua në stadiumin e qytetit të Gostivarit, e cila filloi me 1 minutë heshje në nder të viktimave nga tragjedia në Koçan.